Ato formohen kryesisht në duar dhe këmbë, duke na shkaktuar shqetësim. Kallot në shputën e këmbës janë më të mëdha dhe më të vështira për t'u menaxhuar. Një nga to është kombinimi i vajit të kastorit dhe uthullës së mollës. Thjesht zhytni këmbët në ujë me pak shampo dhe uthull molle për 15 minuta. Pas kësaj, fërkoni kallot me vaj kastori për t'i zbutur ato. Një tjetër opsion është përdorimi i vitaminës ose afërkoni kallot me kapsula vitaminash para se të flini. Limoni gjithashtu është një zgjidhje e shkëlqyer. Vendosni lëkurën e limonit mbi kallot dhe mbështilleni me një nap. Qepa është një tjetër kurë natyrale. Mbuloni një fet qep me uthull molle dhe vendoseni mbi kallot. Buka e zhytur në uthull molle gjithashtu ndihmon për t'i hequr ato. Dhe përfundimisht, pluhuri i aspirinës me limon dhe ujë është një tjetër zgjidhje efektive. Pas disa trajtimesh, kallot do të zbuten dhe do të zhduken.